Bleonte, përshëndes, si ka ndodhur aksidenti dhe kush janë personat cilët kanë mbetur të vdekur në këtë përplasje? Të përshëndes dhe unë, Fabiola, po në fakt rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm një aksident shumë i rëndë është regjistruar për shkallës së Tujani, duke lënë pas kështu 2 viktima, pra 2 persona cilët fatkeqësisht kanë ndërruar jetë, të 2 kanë qenë duke udhëtuar me një motor, ndërkohë që janë përplasur nga një automjet. Personat cilët kanë mbetur dhe viktimë janë identifikuar sipas burimeve për ABC News si Blerim Haxhiu dhe Olsi Lila. Ky i fundit vetëm 18 vjeç. Ndërkohë nga ana tjetër, efektivet e komisariatit rrugores kanë përgjithëta veprimet dhe procedurat të cilat kanë shoqëruar fillimisht dhe pas kanë arrestuar edhe Olsido Camin, që është drejtuesi i mjetit i cili dyshohet pra se ka kryer edhe përplasjen me motorin ku humbën jetën, pra një 18 vjeçar dhe një 23 vjeçar. Ndërkohë që sipas edhe një njoftimi që drejtoria e policisë pra ka bërë këtë mëngjes, është arrestuar pra pikërisht drejtuesi i mjetit pasi dyshohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Të paktën kjo është akuza paraprake që ka bërë edhe që drejtuesi i mjetit të bie në pranga përpos faktit që kemi dhe 2 persona të cilët kanë humbur jetën, një 23 vjeçar dhe një 18 vjeçar. E kuptoj mirë, Bleona, faleminderit për këtë raportim, informacion që përcjell se përket kësaj ngjarje.